Mi lidhemi me Bleonën e cila ndodhet pikërisht në Feras me mbroma. Bleona, atëre sa më pam përfaqësues qeverisë si të folën temi me optimizëm të kujdesshëm lidhur me rënien e nivelit për 15 cm brenda një ore, tha kryetari i Bashkisë Fierit Armando Subashi. Ndërkohë dy gjëra duam sqarojmë pasi jam me platorin këtu me ish prefektin e Vlorës. Ju thatë në kronikë që është futur ujë në rrugën Fier-Vlorë. Bëhet fjalë për rrugën e vjetër, e para, dhe e dyta, për çfarë argjinature bëhet fjalë që është dëmtuar sipas teje? Po, në fakt, bëhet fjalë për rrugën e vjetër Fier-Vlorë, ku uji ka vërshuar edhe në rrugën kryesore, ndërkohë sa i përket argjinaturës i cila ka pësuar qarje, është ajo pranë kanalit të Martinës, ndonse gjatë ditës së sotme forcat e emergjencave civile të ndihmuar në fakt edhe nga banorët të zonës vendosën thas me rër pranë kësaj argjinature, por më pas disa orësh patëm qarje të kësaj argjinature. Situata në fakt paraqitet pak më e qetë. Në zonën ku ne ndodhemi janë evakuar të gjithë personat që ndodheshin në këtë zonë, ndonse fillimisht kishte edhe persona të cilët e kishin të vështirë për të dalë nga banesat e tyre. Me ndihmën e emergjencave civile është bërë mundur evakuimi i të gjithëve, ndërkohë janë akomoduar pranë një konvikti në qytetin në Fier dhe janë të gjithë këto persona në fakt janë ndihmuar nga forcat e emergjencave civile me ushqime, por edhe me strehim dhe nga ana tjetër, por edhe me veshje, për shkak se kanë dalë nga ambientet e banesave të tyre pa marrë asgjë me vete. Kemi patur deri para disa orësh shtëpi të cilat ende prurjet e lumit vjosa nuk kishin afruar afër shtëpive, por për shkak të rrezikut këta të fundit kanë pranuar të evakuohen me ndihmën e emergjencave civile. Ndërkohë, me që dëgjuam zotin Subashi, i cili tha që ka rënje, ti vetë e konfirmon këtë nga vërtimi yt, e konfirmon faktin që aty ka një rënje të nivelit të ujrave, qoftë dhe modest, apo prap shqetësimi mbetet i lartë? Po, në fakt ka një rënje të nivelit të ujit, por shqetësimi për banorët e zonës normalisht që mbetet, për shkak se nuk i dihet se si do të shkojë më tej situata, por nga ajo çka ne mund të konstatojmë deri në këto momente, ka patur ulje të nivelit të ujit dhe situata është normalizuar. Mirë, ndërkohë ti ke biseduar edhe me njerëz apo jo, cilët po evakuoheshin apo po priteshin të evakuoheshin apo jo? Po, në fakt kemi patur biseda me banorët të cilët janë evakuar, kanë qenë prioritet në fakt fillimisht i është dhënë fëmijëve dhe të moshuarve, më pas edhe personave të tjerë. Kemi patur në fakt disa raste të cilat nuk pranonin që të evakuoheshin, bëhet fjalë pikërisht për një 71 vjeçar i sëmur, me ndihmën e mjekut të zonës, ky i fundit është bindur për tu larguar nga banesa. Duhet të thënë në fakt se të gjithë banorët të cilët janë evakuar, një pjesë e tyre janë akomoduar aty ku është caktuar nga Bashkia e Fierit, pra në konviktin që përmenda pak më parë, por ka patur edhe persona të tjerë të cilët janë evakuar pranë familjarëve të tyre, kanë gjetur një strehim për deri në normalizimin e plot të kësaj situate. Nga ana tjetër kemi patur edhe persona të cilët janë treguar bashkëpunues dhe janë larguar nga banesat e tyre me ndihmën e emergjencave të forcave civile. Nga ana tjetër, po ditën e sotme kemi patur në fakt edhe një deklaratë të zëvendës kryeministres, njëherësh ministre e energjisë dhe infrastrukturës, lidhur me situatën në këtë zonë dhe ju ftoj ta ndjekim. Ndodhemi në Feras, në Bashkinë e Fierit. Jemi këtu së bashku me Ministrin e Mbrojtjes dhe Kryetarin e Bashkisë Fierit dhe të gjithë forcat e emergjencave civile dhe ato të forcave të armatosura. Është bërë evakuimi të gjithë banorëve nga zona e Ferasit, të gjithë ato shtëpi që kanë pasur problematika dhe që uji ka qenë prezent, janë evakuar që të gjithë qytetarët. Bashkia e Fierit ka përgatitur një nga konviktet dhe është i gatshëm për t'i pritur të gjithë njerëzit që janë evakuar. Megjithatë, nga që kemi marrë vesh këtu në zonë, të
të gjithë kërkojnë të qëndrojnë afër banesave të tyre, kështu që kanë preferuar që të qëndrojnë në shtëpi të tjera të cilat nuk kanë prezencë të ujit. Megjithatë duhet të themi një fakt shumë të rëndësishëm, do ta thotë Ministri i Mbrojtjes, nuk ka pasur çarje të argjenaturës së ferrasit. Thjesht niveli i ujit është më i lartë se vetë argjenatura, kështu që ka pasur hyrje të ujit në zonat e banuara, por jo çarje të argjenaturës siç është thënë deri tani në disa nga infot të shpërndara në media.